pas shëndetit, do të flasim për fotografi, do të përmirësojmë pak atmosferën. Po, qetësoni, nuk ka lidhje, ethet hemoragjike shkuan, nuk ka më probleme. Do të flasim për botrorin 2014 dhe parë në fokusin e një fotografi që e kanë ndjekur nga afër. Kemi në studio Armando Babanin. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Fotografi European Press Agency. Me këtë mision isha atje, pra në kontraktuar, domethënë me detyrë të ndiqje me punë. Po, ishte botrori i parë apo? Botrori i parë. Si është në krahasim, se e di që ke qenë europian, ke ndjekur ndeshjet kombëtareve, ku është ndryshimi i një ndeshje të botrorit me... Kam idenë ka emocionet, janë emocione më të mëdha. Janë emocione më të mëdha. Do mjafton mendimi që ti thua jam në një botror. Jam në pastaj në Brazil. Mendoj se nuk ka se ku të bëj se ku je. Rëndësi ka se në çfarë po merresh, me çfarë po, dhe ti mendon që po bën diçka që është top of the top, nuk është pak. Janë emocione jo vetëm për ju, por edhe për ata të cilët keni në fokus. Mendoj se ata janë të zhveshur. Ata që kemi në fokus mendoj se janë të zhveshur, duke qenë që janë futbollistë me mbathje në atje me emocionalisht po flasim, emocionalisht po flasim, nuk po. Qartë. Ata janë profesionistë. Megjithatë, si është ti je aty tek pista, po them unë, ose tek vendi i caktuar për fotografët pas atyre reklamave dhe të ndjekësh, duhet të ndjekësh aksionin apo ndjek personazhin? Thjesht i përqendruar, jo, duhet të ndjekësh gjithçka. Domethënë një profesionist i mirë duhet të ndjekë gjithçka, sepse ti do bësh kronikën, po themi, nuk do bësh thjesht në fotografinë moderne, po themi, të shtypit, sidomos të shtypit sportiv, nuk është i rëndësishëm vetëm aksioni. Është e rëndësishme gjithë atmosfera rreth qark aksionit. Një nervozitet e një lojtari, një karton i verdh, një karton i kuq, një mimikë e arbitrit, domethënë gjithçka funksionon. Jemi duke parë disa nga fotot. Dhe nxorën në fillim direkt Hollandën. Van Persie. Jo, ka qenë ndeshje dytë. Të janë gjitha shkërpëra për teje. Tashi, si ndjehesh kur një nga këto të vjen, mund të ketë dhe ndryshimore dhe të thonë, të vjen një mesazh apo një link në Facebook dhe të thonë që shiko New York Times. Unë kam një aty të New York Times-i, po nuk e mbaj mend tash se kush ishte. E di si është puna se po flasim kështu. Je në një Ishte Boston Globe. Je në një kompeticion ku në çdo ndeshje ke minimumi 500-600 fotograf. Të cilët përfaqësojnë të gjitha agjencitë më të mëdha, revistat më të mëdha të botës, gazetat më të mëdha. Dhe kur një gazetë e madhe si New York Times zgjedh një fotografi tënde me diskutimin mijëra fotografive, besoj se nuk është pak. Absolutisht. Ne shohim një mori fotosh, po cili është ai imazh që ka ngelur në mendje nga gjithë ky botror Brazil 2014? Pyetje mirë. Do thonja Messi, por e kam fotografia që sapo pam. Messi i vogël mes jo, lojtarëve që janë fotografia më e kërkuar. Ju do qeshni nëse do ja them kush ishte fotografia më e kërkuar ti botrori. Po unë do t'ju tregoj një detaj që e them për herë të parë. Ishte shumë e bukur. Një ditë përpara se të luajë ndeshja Argjentinë-Nigeri, më vjen një email. Shikoj, emri pa njohur. Po thash do jetë në spam. Megjithatë vjen ke emaili punës, që nuk para vin spam. Thotë, ne jemi PR-i, thotë, i një firme, s'po e përmend emrin. I një firme sportive, thotë, që bla bla bla, thotë, po ju themi diçka vetëm juve, si agjenci, thotë, vetëm ju e dini, thotë. Nesër, thotë, Messi ka ditëlindjen, dhe firma që sponsorizuese ti, thotë, ka prodhuar një palë këpucë, janë vetëm një palë, janë prodhuar vetëm për atë dhe do t'i veshë vetëm në stërvitje. Qartë. Ti thua tash unë të gjoj ato palë këpucë. Dhe ti kur shkon në stadium shikon që gjithë fotografët merreshin me ato palë këpucë aty që kishte veshur vetëm për nuk e dinje vetëm ti, e dinin gjithë. Po ai po ta thoshte vetëm ty. Ai ta thoshte vetëm ty. Dhe këtë kishte emaili kishte shuar kujdo që vetëm ti e di këtë. Ta kanë fjalën që shpesh herë janë sponsorat që luajnë në lëvizje, po. Megjithatë, momente nuk e di ne ke fokusuar apo jo, po u fol shumë dhe madje patën me pamje që Messi disa herë është mëngjes po villte në fush. A këtë nuk e di. Nuk ka ndodhur në qytetin tim sepse dua të sqaroj një gjë. Unë nuk është se kam ndjekur të gjithë ndeshjet. Unë isha në një qytet, të gjithë ndeshjet që luheshin në Porto Alegre mbuloheshin nga unë. Nuk di të them për ndeshjet. Kam përshtypjen që ka qenë qyteti më të mirë, domethënë nga emri, paktën Porto Alegre, si ishte atmosfera? Ishte qyteti më në jug i Brazilit, shumë afër me kufirin Argjentinës, kështu që mund të thonjë, në momentin e caktuar ti mendonjë se je në Argjentinë, nga tifozët që shkojnë rrugës. Ndeshjet që luante Argjentina në qytetin tim ishin nuk shikoj një bluzë vetëm bardhë blu shikoj. Shikoj një vetëm bardhë blu. Interesante. Po atmosfera jashtë stadiumit?
T'jemi ndershëm. Se këtu 2 muaj ose 1 muaj përpara këtu ishte vetëm ajo që transmetoi nga Brazili ishin protesta, luftë me policin, të kujtoj se ishte 21 janar këtu. Dgjoj, edhe unë nga ajo që pash në televizor, do mund të them diçka që vetëm ditët e para pati diçka që shkonjën për televizor në qytete të vogla, protesta të vogla. Pastaj mas ditëve të para u harruaj mohabet, të filluan merreshin me atë që kanë në gjakun e tyre, filluan merreshin me futbollin. Me fest. S'pati probleme. Mbas ditëve të para mendoj që jo, nuk pati gjëra. Si kishte një trajtim veçantë për mediat e huaja, se shoqërohesh se kur e merr FIFA në dorë nuk ka rëndësi kanë përshtypur se ku je. Natyrisht. Në ato që quhen hotelet të FIFA-s, domethënë hotelet që FIFA t'i ofron ty si kishte shuttle bus, domethënë një autobus që të merrte për ditë me orare të caktuara të çonte në stadium. Ditën e ndeshjeve kishte më shpesh, nuk kishte çdo orë, por kishte çdo gjysmore. Në drejtim të organizimit mund të them që ishte perfeksioni. Se u fol në fillim frikë, jo do ketë bllokime rrugësh, në fakt bllokoheshin me kilometra atje. Rrugës kishte, por në qoftë se do ishe me autobusin e FIFA-s, po themi, rruga hapi nga policia, kishte motora policie përpara. Çdo gjë organizuar. Ne përdornin vetëm ditën e ndeshjes se përdornin autobusin, sepse ditën e ndeshjes mund kishte bllokime rrugësh. Në ditët normale, në ditët e stërvitjeve etj, përdornin taksi sepse ishte shumë më shpejt. Ishte shumë më shpejt, shumë ishte i pavarur, nuk kishte orare autobusi. Jemi duke parë dhe një imazhin tuaj. Ka qenë stërvitje, ka një ditë stërvitje. Pse me nerva këtu? Jo, nuk jam me nerva, shumë vetëm ma thonë atë, është diçka ime personale. Jam vëzhgues, kur jam në atë moment jam shumë vëzhgues. Se tu jemi kolega algjerian kam përshtypjen. Ky është kolegu që ishim bashkë, që mbulonim ndeshjet, para Gjermanisë, ose Muhamedi. Kam idenë që është para Gjermanisë. Para ndesh me Gjermanisë. Po, para ndesh me Gjermanisë, duhet të sepse shohoj që janë algjerianët. Megjithëse algjerianët luajtën 2 herë në qytetin tonë. Po, Algjeri Kore ka qenë edhe pastaj Gjermani. Thatë në një moment duke parë atë foto që ishte duke u përqendruar, duke studiuar gjatë stërvitjes. Ka imazhe të cilat i studion gjatë stërvitjes dhe më pas i fokuson në ndeshje? Nuk mund të them që i studion sepse gjërat ndodhin aq shumë shpejt sa ty të lek koha mbrapa. Domethënë duhet të jesh ta kapësh dhe ta fotografosh, domethënë duhet të jesh super i shpejt. Prandaj shpeshherë unë qesh nganjëherë me kolegët e mi këtu në Tiranë kur kanë ndeshje etj, nga që ti fotografon dhe dikush të vjen mando ç'kemi, e bukur kjo fotografia. Ti nuk e kohë të flasësh. Ti nuk e Unë i kuptoj dhe justifikoj, por sepse nuk e mësuar të punosh me ato lloj ritmesh. Kur je në aktivitetet të këtij niveli, ka ritme të tjera. Domethënë çdo fotografi që ti bën në moment shkon në mund të them që çdo fotografi e shkrepur, mbas 1 minutë e gjysmë është në satelit, që do të thotë çdo klient i joti në përbot, i agjencisë, e ka në e ka në shërbim, është. E ka ble shërbimin, po mund ta marr ta përdorë. Mund ta marr, 1 minutë e gjysmë, 2 minuta është maksimumi. Sa foto mund të realizohen në 90 minuta ndeshje? Shkrep pa pushim? Sa të shkrepur, atëherë pa frikë 2000 deri në 3000. Shkrep pa pushim? Apo bën dhe pauza? Mund të them një gjë, mund të bësh pauza kur nuk ka asgjë në fushë. Megjithatë, në çdo është ajo shpreha që thuhet, një fotograf i mirë gjen gjithçka për të fotografuar, gjithmonë diçka për të fotografuar. Një tifoz, i cili pret apo i mërzitur. Bravo. Një emocion i një tifozi. Domthonë emocionet flasin gjithmonë shumë dhe emocionet janë ato që në fotografi ecin gjithmonë goxha. Me kë ishte tifoz në këtë botror? Bëje tifo për një? Atëherë nuk është se jam një tifoz shumë i madh. Pëlqej Gjermaninë, po i them numër 1, por mbështes Hollandën dhe Italinë. Si ishte kur Gjermania ngriti kupën? Me Algjerinë aty 120 minuta pa fund. Të jemi ndershëm, në ato momente ti nuk je tifoz aty brava, sepse je aq shumë i përqendruar në çdo detaj, sepse mund të them edhe diçka tjetër. E themi si shaka midis ne kolegësh. Ti je rrethuar nga opozita, po i themi, sepse e quajmë opozitë në anglisht, nga agjencitë konkurrente. Larg qoftë, ti mos kesh një fotografi që konkurenca e ka, të nesmen të vjen një email shumë i edukuar që thotë ti si je për turizëm aty. Çfarë arsye konkurenca e ka dhe ne se kemi? Pati tilla ngjarje që jo se patet ti, po që patët të gjithë njëjtën, për shembull një ngjarje që duhet ta kishit të gjithë. Aty ndahet çapi nga sheqeri, ndahet në 1/1000 e sekondës, një grimas, dikush mund të ketë një grimas tjetër se ka. Kështu që janë aq shumë gjëra të vogla që publiku nuk e kupton. Po nga kolegët, nga këta që ju i konsideroni opozita në gjuhën tuaj, cila ishte ajo foto që ju ngelje? Që do të doje që ta kishe realizuar ti? Atëherë u bë nga një koleg i agjencisë tonë, qytetin tjetër është ajo që është hollandezi fluturues, që bëri Hali Haidar, është një fotografi nga Dubai. Atë do kisha qef ta kisha unë, kuptohet.
Ti ke Fegulin me atë bluzën që mbulon kokën, kam përshtypjen. Sofian Fegulin e Valencës. Nese, po nuk ka rëndësinë e fluturimit atij, domethënë kanë që fluturimi atij ishte shumë më i megjithatë këto janë gjëra që janë thjesht dëshira. Pati në një moment brenda apo jashtë stadiumit, ku diun se u fol shumë jo siguria, jo. Në drejtim të sigurisë do të flas gjithmonë për qytetin tim, nuk dua të përgjithsoj sepse nuk mund të flas për gjithë qytetet e tjera. Flas vetëm për qytetin ku unë isha. Pati në fakt në për qytetet e tjera pati vjedhje aparatesh, sidomos edhe në qendrat e shtypit, 3-4 raste. Ndërsa në qytetin tim ndodhi një kolegu që i dolën me armë në dorë në mesditës para ndeshjes Argjentinë-Nigeri, me armë në dorë, u ngjitur me stadiumin. Edhe? I morën gjithë çantën me aparate. Me armë në dorë, 15 vjeçar, 16 vjeçar. Situatë e frikshme kur e thua kështu, pavarësisht se ju jeni shumë i qetë. Jo, nuk është puna se jam shumë i qetë, por për të tilla evente gjigante, me qytete gjigante, me qytete që janë me kilometra të tëra, tash mund ndodhi diçka në anën tjetër të qytetit, ti se merr vesh fare, vetëm kur i shikon darkë në televizion. Kontakt shumë me kolegë brazilian? E dini ku binte Shqipëria për shembull? Jo shumë për arsyeën e vetme sepse nuk ishte vetëm problemi i kolegëve brazilian, po i gjithë Brazilit mendoj unë në përgjithësi, as kërkush nuk fliste anglisht. As kërkush nuk fliste anglisht. Domethënë ti të merresh e vesh me dikë, ishte Korçari tan pas një shprehje, duhet fisni me këmbë me doçka, domethënë është vetëm e mundësi që mund të merresh e vesh. Duhet dije portugalisht, Kupa do Mundo. Vetëm portugalisht. Dhe nuk flisin asnjë gjuhë tjetër. Në Shqipëria se ku qysh tek s'kishte lidhje. Po s'mund flisnin. Nuk dinin apo ishin Jo, nuk dinin anglisht. Edhe vullnetarët ata që janë të FIFA-s, domethënë vullnetarët, ti mund gjenje një në 100 që yes, where ne pam pak më lart edhe disa imazhe të lojtarëve MNZ, më të mirë në botë. E kuptojmë emocionet që ndjejmë duke i parë ata në fushë gjatë 90 minutave, por kanë nga ata personazhe të cilët janë më të mirë për të fotografuar, kanë më shumë gjeste, japin më shumë material. Janë këta lojtarët më të mirë apo ndonjëherë këta janë më të rezervuar, më pak shprehës për objektivin? Mendoj se është shumë personale e tyre, varet nga karakteri, sa eksploziv janë ata në karakter. Pastaj nuk ka të bëjë, është një nga më të mirët apo është një normal, po i themi, sepse në kampionat botëror ti thua një lojtar i normal, më duket çik. Po, gjithë ata që janë atje. Megjithatë nga më të mirë. Varet nga karakteri, mendoj kush është më eksploziv, kush është më është gjithçka personale. Një foto e Mesit gjithsesi shet më shumë se sa. Një foto e Mesit nuk diskutohet. Tani sa të çfarë ta lash për gjysmë, më ka ngelur pishman që është Mesi ka një fotografi që treguat, është Mesi duke celebruar golin e tij. Është pa emocion në fytyrë. I ftohtë. Është shumë nëse pret vetëm kokën e Mesit, unë do i thonë një fotografi pasaporte. Por si do qoftë ai duke celebruar një gol, nuk është se ky është problemi i Mesit, nuk është problemi yt, domethënë ti. Po ty duhet ta bënte foton më të bukur thotë. Fati është gjithmonë ndodhi. Edhe Robën. Edhe Robën shumë i ftohtë në fytyrë. Edhe ky një kërcim është, Ivan Persi. Jo, është e bukur. Ja, kjo për shkakun fotografi në fytyrë është shumë do ecte shumë më tepër nëse do ishte megjithëse nuk duhet të harrojmë që luante edhe me Nigerinë. Nuk është po luante me Gjermaninë dhe një gol kundër Gjermanisë do ishte domthon top of the top. Nuk është se tash për ta mbyllur, ka emocion tjetër të fotografosh në një demonstrat në Tiranë, për shembull 21 janar apo në Botëror? Këtë të zgjidhje. Mendoj se kote mora nuk ka gjë. Mendoj se në të dy palët emocionet janë të njëjta, me shtesën që në një ngjarje si 21 janari, po i themi, shtohet pak edhe frika, asgjë më tepër. Më vonë, se kur shkon atje për të fotografuar një lloj është kam përshtypjen. Aty nuk mendon shumë, mbrapa fillon të ndjen frikën, ndjen shumë të ndotë. Si është ecësh me aparat në rrugë në Brazil dhe pastaj ose në Tiranë? Jo, në Brazil ishte në këshillat që jepte FIFA që përpara, ishte që asnjëherë mos mundoni mos dilni me aparatin qafë, jo me gjëra që fleshojnë, thoshte, sahat orë dore të bukur, ku diun makina të bukura, jo të biesh në sy. Dhe në fakt kishte njerëz që vinin tre në rrugë që binin në sy? Kishte plot. Kishte plot. Sepse thash, janë të tjera gjëra kur këshillohesh në një copë letër dhe të tjera gjëra kur ti shikon realitetin, domethënë, ndoshta një huaj i merr shumë wow, dhe ti pret që të shohësh ku diun, pastaj kur del në rrugë shikon. Kishte shumë shqiptar? Hasëm në një? Asnjë. Porto Alegre jo. Në Porto Alegre zero, nuk. Tash për ta mbyllur tham, po nuk mbyllet asnjëherë. Ke foto të mjaftueshme që për shembull le të themi të bësh një reportazh Brazil 2014, ku diun nuk ka, është shumë e madhe. Punon kështu, të flasësh Brazil 2014, domethënë ose Porto Alegre
ku di unë? Prap nuk ke. Mund të kesh nga ndeshjet që janë bërë në Porto Alegre, por ti nuk mund të flasësh për qytetin, sepse flasësh për qytetin duhet një goxha kohë që ti të merresh me qytetin nga ana fotografike. Si ishte qyteti? Gri. Unë do t'i thonja një Tiranë e stërmadhe, sepse shtrihej gati 920 kilometra dhe shumë më e pastër. Kishte ndërtime po ka shumë paleje? Paleje kishte goxha, po të gjitha ishin gri. Kjo më ka bërë përshtypje, një qytet gri. Nuk e di, herën pas here më jep të idenë se kur isha krijuar nga emigrantët italianë di unë kam përshtypjen Porto Alegre. Nuk di të them. Të shqetësoj koha? Ne flisnim gjatë kohës për lagështi. Ishte një shi që unë nuk di. Ne themi këtu kemi atë shprehjen shi militar. Me ti thonjë militar ishte pak. Aty hapej liçeni, binte liçeni. Dhe të gjithë e thonin është normale, thonin është klimë oqeanike. Po për ju që vinit nga Shqipëria, që ne supozojmë që kemi klimë shumë mirë, pavarësisht se kohët e fundit, të pengonte kjo? Aty ishte fillimi i dimrit. Jo, ne e dinim që ishte fillimi i dimrit, kështu që edhe i veshur ti ishte si për dimër. Unë isha me xhup, me këpucë me qafa. Problemi vetëm ishte mos të fillonte shiu në stadium, në ndeshje, sepse do fillosh bezdit, mbulosh aparatet, ndërkohë edhe duhet punosh, duhet të jesh i përqendruar. Ti je bezdi e shiut në ndeshje. Mbi edhe eksperjenca është e veçantë. Kjo ishte përgjigja. Mos folma. Kjo ishte përgjigja. Ishte Armando Babani me emocionet e tij nga Brazil 2014, nga Porto Alegre.